akt lirie, por thjesht ritual formal. Të nderuar qytetarë, ne nuk jemi vetëm në këtë vlerësim. Shtetet e Bashkuara po e vështrojnë Shqipërinë dhe po flasin. Siç e tha këto ditë një kongresmen, pluralizmi në Shqipëri po shuhet. Dhe kur shuhet pluralizmi, nuk shuhet vetëm opozita, shuhet liria, shuhet debati, shuhet shpresa. Pa të do të hyjmë në ujëllesat e tiranisë. Ky paralajmërim është akt i rënd ndaj qeverisë së Edi Ramës, sepse vjen nga tempulli i demokracisë më të konsoliduar në botë. Presidenti Trump dhe sekretari i shtetit Rubio, në mënyrën më të pazakontë, por më të qartë, në telegramet e urimit për festën kombëtare, cituan luftën ndaj karteleve të drogës dhe bashkëpunëtorëve të tyre. Këmbanat po bien për ju. Qytetarët e nderuar, Republika nuk është thjesht një sistem administrativ, apo një seri institucionesh. Ajo është shtëpia e përbashkët e qytetarëve, ku ligjet nuk duhen të jenë instrument i pushtetit, por garanci e dinjitetit të secilit individ. Siç theksojnë etrit e doktrinave politike, nga Montesquieu te Tocqueville, fuqia politike që nuk kontrollon rrezikon të kthehet në autokraci, dhe shteti të shndërrohet në pronë private, shoqëria në kope, ku bariu there pret, shet e blen sipas qefit. Sot, ky është realiteti ynë. Republika po përvetësohet nga partia në pushtet. Institucionet, zgjedhjet dhe mekanizmat e kontrollit publik po rrëmbehen në funksion të një partie të vetme. Qëllimi është i qartë dhe i dokumentuar. Shuarja e opozitarizmit, monopolizimi i pushtetit dhe kthimi i pluralizmit në një fasadë formale, një iluzion për të mbuluar një sistem gjithnjë e më autokratik, ku Republika nuk i shërben me qytetarit si sovran, por pushtetit si instrument. Ajo nuk është më shtëpia të gjithëve, por arena një pushteti që e realizon kontrollin mbi çdo qelizë të shoqërisë për të konsoliduar fronin e pushtetit. Institucionet publike janë kapur nga një parti e vetme, Presidenca e Republikës, çdo kinse institucioni pavarur apo agjenci, KQZ-ja, AMA, RTSH-ja e të tjera nuk i shërbejnë publikut, por i shërbejnë vetëm qeverisë. Në media, mbi 90% e hapësirës është në kontroll indirekt të qeverisë. Kjo nuk është demokraci funksionale, është një autokraci, një kontroll i heshtur, i maskuar, real dhe gjithnjë e më i paturpshëm. Do ju kujtoj gjithmonë se viti elektoral u karakterizua nga klim për ndjekje penale të liderëve të opozitës, tensioni qëllimshëm, presion ndaj kundërshtarëve, dhe një shoqëri që trembet nga drejtësia nuk ka drejtësi, dhe kur një opozit përndiqet politikisht, kjo shoqëri përsëri rrezikon themelet e Republikës. Demokracia shqiptare mund ta ushqejë iluzionin e vet vetëm nëse qytetarët nuk dorëzohen. Fryma e lirisë jeton tek çdo shqiptar që nuk e shet votën, tek çdo i ri që kërkon të arme, tek çdo punonjës që refuzon të përkulet, tek çdo shqiptar që thot dua një Shqipëri të drejtë. Ne kërkojmë vetëm atë që Shqipëria ka firmosur prej dekadash, respektimin e dokumentit të Kopenhagës, të rekomandimeve të Komisionit të Venecias. Ne kërkojmë zgjedhjet e lira, zgjedhjet e ndershme, shtet neutral, institucionet e pavarura dhe një republik që nuk i takon partisë, por popullit. Kjo është betejë jonë, nuk është për karrige, nuk është për poste, nuk është për privilegje, por për dinjitetin e popullit shqiptar, për Republikën e Shqipërisë, për të drejtën e njeriut për të votuar i lirë, pa frikë, për të armën e fëmijëve tanë. Dikush me shkruante para pak në dialektin mirditor: o burra kap një hunjt, se na vun horrat për funjt. Por unë jam i fjalës dhe jo i hurit. Ndaj do ta mbyll këtë fjalë me ato që Charles de Gaulle u tha francezëve të tij: demokracia është e fortë vetëm kur qytetarët nuk kanë frikë. Ju do të shkoni drejt marrëzisë nga frika juaj dhe qytetarët do të rigjejnë vetdijen për të çliruar për ju shumë shpejt. Faleminderit. Faleminderit zoti Gjek Markaj. Fjalën e ka zoti Isuf Çelaj, përgatitet zoti Bledion Albani.